Vetëm një lugë vaj ulliri i jep lam të mirë çdo problemi. Ja sekreti si ta përdorni. Vaj ullirit nuk përdoret vetëm në kuzhinë, por edhe në mjeksi, farmaci ose në higjienën personale. Ajo çka e bën vajin e ullirit një super ushqim është niveli i lartë i yndyrnave mono të pangopura, sidomos të acidit oleik dhe antioksidantëve të ndryshëm. Për shkak të përfitimeve të shumta që i sjell shëndetit, vaji i ullirit ndryshe quhet gjithashtu mrekullia mesdhetare. Nëse konsumoni të paktën një lugë gjedhe vaj ulliri çdo mëngjes, përgatituni të merrni një sër përfitimesh, të cilat do t'i rendisim të gjitha në këtë video. Vaji i ullirit është i mirë kundër problemeve të demantinës. Një nga shkaqet kryesore të Alzheimerit është rritja e akumulimeve të aminoacideve në tru. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një grup ekspertësh nga Universiteti i Louisianës kanë zbuluar se një përbërje fenolike e quajtur oleokantal, që gjendet me shumicë të vajit ullirit ekstra i pastër, ka fuqinë të kontrollojë dhe të parandalojë nivelin e këtyre antioksidantëve dhe t'i spastrojë ato, citon Health.com. Vaji i ullirit është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në betejën kundër problemeve të radikaleve të lira. Vetitë e vajit të ullirit gjithashtu janë të mira në luftën kundër disa llojeve të ndryshme të radikaleve të lira. Dy llojet e provuara janë testuar shpesh dhe lidhen me sistemin e tretjes dhe problemet të gjirit. Ndaj përdorimi i vajit të ullirit në dietën tuaj mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Vaji i ullirit do ju ndihmojë dukshëm gjithashtu edhe në parandalimin e rritjes së sheqerit në trup. Konsumi i vajit të ullirit ekstra të pastër tek ata persona të cilët të vuajnë nga diabeti tipi 2 i ndihmon ata në uljen e niveleve të sheqerit, si dhe ndihmon në rregullimin e niveleve më të mira të tensionit të gjakut. Ndaj, përfshirja e vajit të ullirit në dietën tuaj të rregullt mund t'japë rezultate fantastike në dobi të shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vaji i ullirit përfiton edhe shumë vlera të larta në dobi të organizmit dhe gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Forcon sistemin tuaj imunitar. Antioksidantët që gjenden me shumicë tek vaji i ullirit përmirësojnë imunitetin e mbrojnë atë nga infeksionet. Gjithashtu, vaji i ullirit në dietën tuaj do të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të zemrës. Vaji i ullirit ndihmon në balancimin e niveleve të kolesterolit. Ai ndihmon gjithashtu edhe në rënien në peshë nga kilogramet e tepërt. Ndaj, përfshirja e vajit të ullirit në dietën tuaj do të jetë një mburojë e veçantë ushqyese në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vaji i ullirit i shtuar si duhet në dietën tuaj të përgjithshme do ju ndihmojë gjithashtu edhe në rënien e kilogramëve të tepërt, çka është shumë e rëndësishme sidomos edhe gjatë vështirësisë për t'i humbur ato. Vaji i ullirit do ju ndihmojë në djegjen e disa sasive të larta të dhjamit të tepërt në trupin tuaj. Sigurisht i kombinuar me një dietë të duhur dhe aktivitet fizik, kjo gjë do të përshpejtohet më mirë dhe gjithashtu do të keni më pak komplikacione. Vaji i ullirit mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër komplikacioneve të ndryshme. Nëse konsumoni të paktën 30 ml vaj ulliri çdo ditë, përgatituni të merrni një sër përfitimesh të rëndësishme në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që vajin e ullirit që shtoni në dietën tuaj ta keni ekstra të pastër, në mënyrë që përfitimet e tij në dobi të shëndetit të jenë të plota dhe gjithashtu të merrni ndikimin e tij pozitiv. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt, pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitime maksimale. Njihuni në këtë video me efektet pozitive që ka vaji i ullirit në dietën tuaj dhe çfarë ndodh organizmit tuaj nëse konsumoni të paktën një lugë vaj ulliri çdo ditë. Vaji i ullirit, sipas Healthline, do të ndihmojë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të lëkurës, duke përmirësuar dukshëm atë. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike, duke reduktuar kështu skuqjet e lëkurës, gjithashtu entjen dhe mund të ngadalësojë edhe shfaqjen e rrullave dhe plakjen e parakoshme. Sigurisht, kombinimi i vajit të ullirit në dietën e duhur në
shëndetin tuaj, do të ofrojë veti të mira antioksiduese dhe shërben gjithashtu si një dezinfektues natyral, duke ju ndihmuar në lehtësimin e këtyre komplikacioneve dhe gjithashtu rritjen e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Shtimi i vaj të ullirit në dietën tuaj do ju ndihmojë gjithashtu në humbjen e kilogramëve tuaj të tepërt. Disa studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare, e cila është e pasur me vaj ulliri, ka dhënë efekte pozitive në peshën e trupit, duke ju ndihmuar gjithashtu në largimin e kilogramëve të tepërt dhe përmirësimin e peshës suaj të rregullt. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provuan se vaji i ullirit i ndihmoi ata në reduktimin e kilogramëve të tepërt dhe gjithashtu përmirësimin e shëndetit të tyre. Vetëm siguroni ta përdorni si duhet në mënyrë që ndikimi i tij të jetë sa më i lartë dhe gjithashtu më i shëndetshëm. Vaji i ullirit është një element pozitiv edhe në shëndetin tuaj të trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e disa pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë gjithashtu sëmundjen e Alzheimerit, e cila mund të ndikojë edhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata persona që mbajnë një dietë me pak yndyrna. Vaji i ullirit do të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të kockave, ndaj sipas ekspertëve është një nga zgjedhjet më të mira ushqyese që duhet të ndërmerrni në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vaji i ullirit i ndihmon njerëzit, sidomos ata persona të cilët vuajnë nga artriti reumatoid. Ndaj përfshirja e këtyre vajrave të tillë në dietën tuaj mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër komplikacioneve. Përmbajtjet që gjenden te vaji i ullirit do ju ndihmojnë gjithashtu edhe në zvogëlimin e komplikacioneve të shëndetit dhe përmirësimin e imunitetit tuaj. Vetëm siguroni që vajin e ullirit që shtoni në dietën tuaj ta keni ekstra të pastër, në mënyrë që ndikimet e tij në shëndet të jenë të plota dhe gjithashtu të mos shkaktojë efekte anësore në dëm të organizmit tuaj. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj të përgjithshme do jetë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë ushqyese edhe në zvogëlimin e problemeve të inflamacionit. Pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri dhe ushqime të tjera të pasura me yndyrna të ndryshme si janë edhe ato omega-3 zvogëlojnë inflamacionin në trup. Nga ana tjetër ato do të ndihmojnë gjithashtu edhe në parandalimin e shërimit të gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara kështu edhe nga inflamacioni. Shtimi i një lugje dhe vaj ulliri në dietën tuaj do ju ndihmojë dukshëm në lehtësimin e këtyre komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së trupit. Vetëm siguroni që vajin e ullirit ta keni ekstra të pastër, në mënyrë që përfitimet e tij të jenë të plota dhe pa shkaktuar efekte anësore në dëm të organizmit. Vaji i ullirit përmirëson ndjeshëm shëndetin e zorrëve, mban larg komplikacione dhe gjithashtu rrit rezistencën e trupit. Disa lloje të bakterieve të cilat jetojnë në stomak mundet të shkaktojnë edhe probleme me ulçrat. Vaji i ullirit është provuar të jetë një nga llojet më të mira të elementëve ushqyes, të cilët i bëjnë edhe rezistencë këtyre bakterieve, çka do të ndihmojë në dukshëm në përmirësimin e shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i 30 ml vaj ulliri çdo ditë në dietën tuaj mund të jetë një nga zgjedhjet më të mira ushqyese që mund të bëni në dobi të shëndetit. Vetëm siguroni ta konsumoni atë sa më natyral dhe të pastër, në mënyrë që përfitimet e tij të jenë të menjëhershme dhe pa efekte anësore në dëm të shëndetit tuaj. Vaji i ullirit është një nga produktet të cilët janë thurur shumë lavde e shekuj më parë. Çdo popullat e ka atë pjesë të rëndësishme të dietës së vlefshme ushqyese, duke cilësuar kështu vajin e ullirit një nga vajrat më të rëndësishëm ushqyes, të cilën mund ta keni vazhdimisht të shtuar në dietën tuaj. Vaji i ullirit është një nga produktet më të konsumuara edhe në vendin tonë. Vetëm siguroni ta përzihtni atë sa më cilësor në mënyrë që ndikimi i tij në organizëm të jetë me efekte pozitive dhe të plota. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.